Gjyqi ndaj Francesco Becchetit, biznesmenit italian akuzuar për mashtrime të VSH dhe pastrim parash, vazhdon të zvarritet pafund në gjykatën e apelit me jurisdiksion përgjithshëm. Seanca e parashikuar për këtë të hënë në orën 9 u shtypur në 12 maj pas një kërkese të përsëritur nga mbrojtësit e Becchetit, të cilët kërkuan të kenë akses në audiot e seancave të mëparshme, zhvilluar në gjykatën e shkallës së parë. Kjo kërkesë u pranua nga trupi gjykues dhe një tjetër shtyrje është shtuar procesit që nga fillimi i vitit 2024. Kështu nga janari deri tani seanca ka pasur 20 shtyrje. Avokatët e Becchetit kanë argumentuar se dëshira për të marrë audio në seancave janë të nevojshme për të garantuar një gjykim të drejtë dhe për të përgatitur mbrojtjen më të mirë të mundshme për klientin e tyre. Pas një vendimi të gjykatës së shkallës së parë që e dënoi Becchetin me 17 vite burg për veprën penale të mashtrimit dhe pastrimit parave përmes kompanive të tij, avokatët e biznesmenit italian kërkuajnë që procesi të rishikohej dhe seanca e mëparshme të vlerësohej nga gjykata për të mundësuar një gjykim të drejtë dhe të bazuar në prova më të plota. Gjykata e apelit i ka miratuar këto kërkesa duke dhënë afat për t'ia dorëzuar audio të kërkuara në një email të ardhshëm, por ka njoftuar se nuk do të pranojë kërkesa të tjera të ngjashme në të ardhmen. Francesco Becchetti është akuzuar për 4 vepra penale: vjedhje duke shpërdoruar detyrën, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, falsifikim dokumentash dhe krijimi skemave mashtruese lidhur me etatimin mbi vlerën e shtuar. Becchetti, i cili ka në qendër të një skeme të madhe të mashtrimit dhe të pastrimit parave, është dënuar për këto vepra, ndërsa mbrojtësit e tij vazhdojnë të kërkojnë mënyra për të ndryshuar vendimet e marra deri tani.